Do diskutojmë tani për dhënat e publikuara më herët në lidhje me ecurinë e çmimeve në vendin tonë. Zyrtarisht rezultoi se për muajin maj inflacioni u rrit në nivelin e 3%, duke shkuar pranë kufirit sipërm të Bankës së Shqipërisë. Ne mëngjesisht do diskutojmë me zotin Artur Ribaj, ekspert i treggjeve financiare. Zoti Ribaj, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes juve. Inflacioni në 3% referuar shifrave zyrtare të publikuara më herët gjatë javës dhe arsyeja kryesore më madhore padyshim që është konflikti në lindjen e mesme. Mendoni se tashmë mund filloj presioni i shtuar edhe ndaj Bankës Qendrore në lidhje me ecurinë e çmimeve, sepse pavarësisht përpjekjeve, arsyeja kryesore e rritjes së çmimeve, konflikti në lindjen e mesme ende nuk po zgjidhet. Atëherë është komplekse, si gjithmonë situata në ekonomi, asnjëherë nuk është e thjeshtë. Janë disa faktorë, por unë do të thoja se ende nuk është presioni për Bankën e Shqipërisë për të ndërmarrë masat për të rritur normën bazë të interesit. Sepse ende nëse do të flasim për inflacionin bazë, për normën e inflacionit bazë, ai qëndron poshtë limitit të targetit të vendosur nga Banka e Shqipërisë. Ku këtu përjashtohet çmimet e ushqimeve dhe energjisë, të cilat gjithashtu edhe Bashkimi Evropian për pjesën e ekonomisë së BE-s e kanë në konsiderat si tregus. Pra jo vetëm normën e inflacion, por dhe normën bazë të tij. Gjithsesi, Banka e Shqipërisë duhet të vazhdojë të mbajë në monitorim. Duhet të vazhdojë të mbajë në monitorim ecurinë e kësaj norme, por edhe masat që do të marrë Banka Qendrore Evropiane, sepse në inflacioni ka rritje tendencë edhe në Bashkimin Evropian, duke dhënë të mundur që presionet që aty bëhen dhe tendencat për atë ecurim dhe mbarvajtje do t'japi efektin edhe në ekonominë e Shqipërisë dhe si pasojë edhe masat që duhet marrë Banka e Shqipërisë, por edhe aktorët e tjerë në treg. Zoti Ribaj, konflikti në lindjen e mesme padyshim që nuk është në dorën tonë për të parandaluar pasojat, por sipas Instat një tjetër arsye është presioni në çmimet e strehimit, por gjithashtu edhe në çmimet e shumë produkteve si pasojë e numrit të lartë turistëve. Këtë mund ta trajtojmë kollajnë? Po, është vërtet. Po, është sakt efekt të rritur në konsum. Kryesisht ne kemi nga turistët. Gjë që shprehet pikërisht nëse do të marrim normën e inflacionit e cila e ka përcyer atë kufirin e 3%. Pra është për efekt të konsumit që sigurohet dhe krijohet nga turistët. Edhe presioni i cili ndodh në çmimet e qerave. Megjithatë këto janë parë si tregues të përkohshëm, të cilët nuk është se janë prezent dhe do t'japin gjithmonë presionin e madh në drejtim të rritjes së normës inflacionit dhe si pasojë rritjes normës bazë interesit. Ajo çfarë është gjithashtu për tu evidentuar është që Shqipërinë e ka ndihmuar pra këtë element të normës së inflacionit e ka ndihmuar her pas here forcimi i lekut kundrejt euros. Dhe kjo ka amortizuar edhe presionin që ne na vjen nga faktorët e jashtëm, të cilët kanë të bëjnë me inflacionin e ofertës, që lidhet drejt për drejt me krizën në luftës Amerikë-Iran, por edhe më tej në efektet që ajo jep në rritjen e çmimeve të produkteve zinxhir, të cilat ndikohen nga energjia. Pavarësisht se nuk e jep efektin, por e ka amortizuar për të qenë i qartë në qenë. Dhe ky amortizim, kjo shprehet edhe në deklaratën e Bankës Shqipërisë për raportin e politikës monetare, ku i referohet pikërisht këtyre elementeve, që do të thotë që situata në Shqipëri ende qëndron larg momentit të marrjes së masave për rritjen e normës bazë interesit. Pse është kjo e rëndësishme? Për faktin sepse kjo do të ndikonte në normën e interesit të kredive. Dhe gjë e cilë për e cila do të jepte efektet e veta. Pavarësisht se në Shqipëri është vënë re se politika monetare nuk jep efekt të menjëhershëm, do kohë të reflektohet në krahun e rritjes interesave për depozitat, por ajo e jep menjëhershëm në rritjen e interesave të kredive. Kështu që në këtë pikë tregu ka cedim në levën, në përdorimin dhe efektet që jep leva e politikës monetare.
E prandaj dhe nga raportet ndërkombëtare është parë që nuk e ka efekte menjëhershëm. Edhe duke justifikuar dhe me prezencën e euro ose të tjerë faktor në treg, por edhe nëse flasim për marrëdhënien depozita në lek, kredi në lek, efekti jepet automatikisht në normat e interesit të kredive dhe shumë në bazë ose pothuajse pak në krahun e depozitave. Normat e interesit depozitave. Gjë që do ishte vërtet funksionimi i plot i levrës. Kjo edhe për faktin, zoti Ribaj, që mungon një treg financiar i thelluar, pra që të funksionojë realisht, të jetë një treg dinamik, edhe kjo mund të jetë një arsye. Patjetër që po, sepse kjo do të rregullonte lëvizjen e fluksit të parave. Investimet mos shkonin vetëm në depozita dhe të flenë, por do të shkonin edhe në tregjet kapitale. Absolutisht po, por e kemi të konsumuar dhe diskutuar edhe më parë dhe kemi vërre deficiencat që nuk po merret asnjë mas për ta përmirësuar këtë treg dhe për ta mbështetur në këtë lloj tregu, i cili edhe biznesi dhe ekonomisë së vendit do të jepte nxitje dhe incentiva të mira për zhvillim ekonomik në vend. Situata po njësoj edhe sot. Ndërkohë, zoti Ribaj, mund të ketë komplikime të tjera ose për ta thënë më qartë, efektet në konsum, sepse nëse shohim shifrat, faktorët kryesor janë 3. Qirat që diskutuam, çmimet e ushqimeve dhe transporti. Specifikisht tek ushqimet, rritja totale e inflacionit në nivelin e 3%, përkthehet në një rritje shumë të madhe nëse marrim vetëm shportën e ushqimeve. Mund të ketë pasoja edhe për konsumatorin? Për konsumatorin pasojat kanë kohë që japin efekt dhe prandaj përjashtova 2 elementet kryesor në fillim për ushqimin dhe për energjinë, sepse këto janë pra vjetre në konsumin në shqiptare, vjetre që shpenzohet për mbijetesë. Nuk kemi rënje të shpenzimeve për veshje, nuk kemi rritje për shpenzimet për edukim dhe shëndetësi, të cilat tregojnë apo për argëtim gjithashtu. Pra, vazhdojmë të qëndrojmë në kufit e bazës, pra që konsumohet për të mbijetuar. Dhe efekt këtu jep absolutisht dhe rritja e konsumit nga turistët, të cilët automatikisht shohin edhe rritjen e çmimeve për konsum edhe për vendasin, në rritjen e qerave edhe për vendasin. Dhe kjo është, pra prandaj kërkohet një kombinim i kujdesshëm i masës me efektet zinxhir që ajo jep dhe spiralen që krijon në konsum. Pra, efektet janë të tilla dhe do të vijojnë të jenë të tilla, pasi shikohet që ne do të jemi përballë muajve që fluksi turistëve do të vazhdojë të zgjerohet, do të vazhdojë të rritet, dhe edhe ndikuar dhe nga zhvillimet e fundit, ngjarjet e fundit të cilët sillin edhe prurjen e vendasve që janë emigrim për të qenë në Shqipëri dhe për të jetuar me jetën dhe zhvillimet që ka aktualisht Shqipëria, të cilat absolutisht ndikojnë në rritjen e konsumit. Në njëri krah këto tregojnë konsum dhe rritje ekonomike dhe qeveria biznesi fiton nga xhiro dhe të ardhurat e krijuara, qeveria fiton nga taksat. E të tjerë, por vendasit që jetojnë këtu gjatë gjithë kohës, kuptohet janë deri diku më të penalizuarit për shkak se ju rritet efekti dhe pagat ngelen ato që kanë qenë. Po ndërkohë që shpenzimet për konsum vijojnë të rriten. Dhe në një farë mënyre, edhe sipas një studimi tjetër, shqiptarët e kanë zgjidhur të ulin sasinë e konsumit për shkak të këtyre çmimeve të rritura. Pra që nuk është e lidhur me mirëqenien dhe të funksionojë, që është rrit konsumi, rritet GDP-ja, sepse është rrit mirëqenia. Pra jemi në situatën e mbijetesës. Normalisht në një ekonomi e cila është në zhvillim, vetëm konsumi nuk duhet të ketë tendencë në rënje. Mund të jetë i pandryshuar, por nëse bie do të thotë që diçka nuk shkon, ose po largohet një numër i konsiderueshëm qytetarësh sa që japin efekt edhe në konsum. Më dëgjoni zoti Ribaj?
Me sa duket kemi një zotëri Baj më dëgjoni? Tani të gjej. Po thoja që vetëm konsumi në një ekonomi e cila është duke u rritur, duke u zhvilluar, vetëm konsumi nuk mund të shnoj rënje. Mund mbetet i pandryshuar në disa momente, por në asnjë rast nuk duhet të bjerë. Nëse bie, ka faktor si këta që po diskutojmë, ose një largim masiv i popullsisë, sa që jep edhe ndikim në konsum. Absolutisht që po. Gjithashtu një problem tjetër që Shqipëria ka kohë që po e përballë dhe do të vijë akoma më i rënduar, është rritja e moshës mesatare të popullsisë, e cila automatikisht lidhet dhe me masën dhe nivelin e konsumit dhe shpërndarjen e zërave të elementeve të cilit kanë të bëjnë me ata faktorë që ndikojnë prodhimin e përgjithshëm kombëtar, po dhe normën e inflacionit si pasojë. Një rritje e moshës mesatare absolutisht do të reflektohet edhe dhe do të përqasin një tjerë tregus të lidhur me konsumin, por edhe me produktet dhe me përshtatjen e bizneseve kështu me radhë. Pra është një faktor shumë i rëndësishëm i cili duhet konsideruar dhe është në vijim të atyre çfarë ju thatë. Zotëri Baj, edhe në takimin e fundit që guvernatori zhvilloi me përfaqësuesit e FMN-s, deklaroi se Banka e Shqipërisë është e angazhuar të monitorojë surinë e çmimeve dhe të jetë në linjë me objektivin kryesor të saj, stabilitetin e çmimeve. Mendoni se koha kur Banka e Shqipërisë të fillojë të rrisë normën bazë të interesit nuk do të jetë e largët, edhe për faktin që pritet nesër në takimin e saj periodik Banka Qendrore Evropiane të rrisë normën bazë të interesit dhe do të jetë para mes bankave më të mëdha globale që ndërmerr një veprim të tillë. Dhe zakonisht politikat e BCE e Bankës së Shqipërisë, mbase me pak muaj me vonesë ndjekin atë të Bankës Qendrore Evropiane. Po, sepse janë ekonomi të lidhura, janë ekonomi që cilat ndikojnë dhe afektojnë njëra tjetrën, dhe absolutisht që është një situatë që do të mbahet në konsiderat nga Banka e Shqipërisë, por përsëri mendoj që Banka Qendrore Evropiane nuk do të jetë shumë aktive apo e nxitur për të rritur fort normën bazë të interesit. Në një rritje të mundshme mund të jetë vetëm e 0.25%, e cila do të japi që më shumë është tregus që jemi në kaun rritës dhe e cila do të japi efektet e veta edhe në Shqipëri. Mos harrojmë që Shqipëria është ekonomi e urizuar, mos harrojmë që ne kemi një pjesë të madhe të kredive të dhëna në euro, shumë çmime të kuotuara në euro, sepse pritet që kjo rritje e normës bazë nga Banka Qendrore Evropiane të japi dhe efekt në trajtimin dhe në rritjen e vlerës së euros. Gjë që në Shqipëri deri më sot, nuk e dim si do të vijoj, është balancuar nga të tjerë faktor pikërisht ky efekt, dhe po megjithatë pritet ta shikojmë në muajt në vijim, dhe si pasojë do të rritet në një farë mënyrë edhe kosto e marrjes së borxhit edhe për shqiptarët, por edhe në ndikimin e demotivimit të investimeve nga vendet e Bashkimit Evropian në drejtim të Shqipërisë. Pra efektet do të ndihen, pavarësisht se vendimarrja është për Bankën Qendrore Evropiane, ndonjëherë efektet e saj janë ndihen më shumë në Shqipëri se sa efekti politikës monetare për lekun nga Banka e Shqipërisë. Dhe në këtë lloj ecurie dhe spiraleje, edhe Banka e Shqipërisë do ta ruaj patjetër, do ta ketë në vëmendje për të mbajtur këtë element në konsiderat me qëllim rishikimin e situatës dhe pozicionit të saj. Por, në deklaratën e majit të dhënë nga Banka e Shqipërisë nuk shikohet e afërt të ndodhi kjo gjë. Dhe pasi tregusit, siç e thash edhe më herët, të normës së inflacionit kompensojnë me normën e inflacionit bazë, duke bërë të mundur që të mbahet edhe ai element në konsiderat. Por gjithashtu Banka e Shqipërisë vijon të interesojë të jetë në kaun nxitës të konsumit. Pra për të mos shtrenjtuar borxhin, gjithmonë flasim atë që është në lek, por njëkohësisht të cilat do të rrisë edhe barrën edhe për kredimarrësin më të madh, që është shteti shqiptar. Pra, duke pa mbajtur të gjithë këto element në konsiderat, atëherë mendoj që do të zgjasi momenti i rishikimit të normës bazë të interesit nga Banka e Shqipërisë. Por mos harrojmë për gjithë dëgjuesit që vendimarrja e Bankës Qendrore Evropiane, pa çka se mund të jetë me përqindje të ulët rritja, po me shumë mundësi nga 2 në 2.25 do ta rrisë. Korrekt.
dhe edhe mund ta shtyjë, dhe kjo mund të ndodhi. Mund ndodhi. Mund të ndodhi, personalisht mendoj që mund të ndodhi, por gjithsesi ose mund të jetë psikologjikisht një rritje shumë e ulët për të treguar që ne jemi në krahun rritës, kujdes, ne rrim masat, sepse zakonisht këto vendimarrje për këtë shërbejnë, për të çuar sinjale. Për të rrequr vëmendjen tek konsumatorët dhe juve përsëri gjithsej herë flasim i rastin t'ju them bravo për të gjithë iniciativat dhe edukimin financiar që bërin publik, që të jenë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm sepse marrja e borxhit kushton më shumë. Dhe duhet mendosh, e për më tepër në normat variable të interesit që ne kemi në treg për kredit, duhet të jenë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm që të mendojnë, jo vetëm kur e kanë një normë interesi të ulët sot që kanë marrë kredin, por nesër sa mund të shkojë dhe janë në gjendje ta përballen dhe ta paguajnë një këst më të madh të borxhit mujor që duhet paguar. E pikërisht këto sinjale përcillen kur shikojmë që ka një entuziazëm dhe që duhet mbajtur në kontroll investimet dhe konsumi i nxitur, i tepruar edhe nga efekti i lehtë në kredidhënie që po ndeshet gjithandej, mbase jo deri diku nga bankat, por nga institucionet financiare, jo banka dhe agjentët e tyre për shitjen e produkteve, sepse janë bërë shumë më aktiv agjentët e tyre për të shitur për efekt të shëndetësisë së produktit, ata ngarkojnë me borxh konsumatorin. Zoti Ribaj, pra për ta qartësuar për teleshikuesit, pavarësisht se Banka e Shqipërisë nuk do të rrisë normën bazë të interesit edhe për disa muaj, nëse ato pritshmëri materializohen për Bankën Qendrore Evropiane, pra nëse norma bazë e interesit rritet, ka efekte edhe në vendin tonë, sidomos për ata që mund të kenë kredi në euro dhe për shtetin shqiptar që mund të ketë uamarrje apo kredi në valutë. Uamarrje. Po, absolutisht që po. Përgjigja është e tillë dhe kjo jep efekt të menjëhershëm. Pra është vënë re nga gjatë gjithë këtyre viteve, menjëherë që sapo Banka Qendrore Evropiane ka rrit normat e interesit, se kryesisht në ulje nuk jepet efekti menjëhershëm, automatikisht kjo e reflektuar edhe në normën e interesit të kredive të dhëna nga bankat apo institucionet financiare jo bankare në Shqipëri për kredimarrësit. Por ky efekt patjetër është përcjell edhe në vlerën e borxhit, në normën e interesit të yieldit të paguar për kotimin dhe marrjen e tij nga shteti shqiptar. Pra efektet do të ndihen, do të duken dhe ne jemi në këtë moment që kjo vendimarrje e Bankës Qendrore Evropiane në krahun rritës të normës bazë interesit do të shtrenjtojë borxhin, jo vetëm atë që do të merret pas këtij momenti, do të mbajtur kjo në konsiderat, por edhe ato që janë marrë më herët. Pra gjithmonë do të mendohet që ky efekt nuk jep vetëm për çfarë borxhi do të jepte nga sot e në vijim, po dhe për kredi të marra më herët, të cilat do të fillojë shlyerja e kësteve të radhës me një normë interesi të rritur. E qartë? Pavarësisht se ti mund ta kesh marrë kredin para 2 vjetësh, kur normat bazë interesit kanë qenë shumë të ulta dhe norma e interesit të kredimarrjes ka qenë e ulët, një rritje e normës bazë të interesit nga Banka Qendrore Evropiane do të japi menjëherë efektin për kredimarrësit në Shqipëri, të cilët kanë kredi në euro. Gjithashtu, do të ndikojë edhe në rishikimin e kursit të këmbimit mes euro-lekut, nëse do funksiononte çdo gjë ashtu siç duhet. Po. Dhe patjetër që pritet të ndikojë edhe në demotivim të investitorëve europian në drejtim të tregut shqiptar. Zoti Ribaj, edhe një pyetje në lidhje me diçka që e përmendet për gjatë fjalës tuaj. Në krizën energjetike, pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, euro bë si një zhvlerësim, ose leku më saktë, forcimi lekut u bë si një barierë për inflacionin e importuar. Edhe aktualisht ju e përmendet që sërish leku i mbiçmuar, po kryen të njëjtin funksion dhe cilësohet si një faktor i mirë nga ana e Bankës së Shqipërisë për sa i përket inflacionit të importuar, por ka komplikime tjera në anën tjetër sepse kemi të bëjmë me një forcim jo si pasojë e rritjes ekonomike në vendin tonë, por si pasojë e prurjeve të mëdha të euros në ekonominë tonë. Për momentin jemi të gjithë të gëzuar dhe patjetër që i shërben ekonomisë së vendit kjo situatë.
Por problemi qëndron tek efektet që mund të ndodhin në momentin kur ne të kemi ndërprerje të këtyre fluksave. Kjo do të ishte vërtet situatë shumë e vështirë për ekonominë e vendit, për shqiptarët gjithashtu, po dhe për institucionet financiare gjithashtu. E pikërisht prandaj shumë herët në intervistat të mëhershme kemi shprehur që kjo duhet të qenë absolutisht në kontroll, sepse është e lehtë që ti gëzohesh një forcimi dhe përmirësim të disa treguzëve, absolutisht flukset e larta të euros, të cilat sjellin një zhvlerësim të saj në raport me lekun, mund të konsiderohen efekte pozitive për vendasit të cilët kanë të ardhurat në lek, jo të mira për ata të cilat vinë nga remitancat e dërguara nga Bashkimi Evropian, por për vendasit që thonë këtu absolutisht është shumë pozitive. Por mos harrojmë për aq kohë sa kjo nuk është e kontrolluar dhe e shëndetshme, domethënë e vërtet, si kur skëmbimi, problemet fillojnë më pas. Kur të ketë kufizime të këtyre flukseve, atëherë çfarë efektesh dhe çfarë pasojash do të ketë në shumë tregus. Po kryesore janë ato të stabilitetit financiar që janë problematike. E prandaj normalisht duhet kampanat, duhet të jenë edhe institucionet duhet të jenë alert për këtë lloj situate, e cila mund të reflektohet me efekte zinxhir, pasojat të tjera shumë problematike dhe shumë serioze. Zoti Ribaj, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan, ditë mbarë.